kush e fiton Big Brother VIP Albania, edhe kush ke dëshirë ti qa fitoj, sepse mund t'jenë dike tjetër ke dëshirë, dike tjetër fiton. Mund të thosh, kam 3-4 personazhe që një. Një si e fiton, një si ke dëshirë me e fitu. Kam dëshirë me fitu Rogerti, e fiton Stenaldo. Unë kam dëshirë me fitu Stenaldo, i auroj ta fitoj Stenaldo, jashtë zakonisht shumë personazh. Unë për vete mënyra se sa bukur ai një flet, sa bukur artikulohet, se ka tonalitetin e zanit që nuk e ndryshon as si pikë, nuk e ndryshon tonalitetin e zanit. Është personazh, është imitues i jashtëzakonshëm, domethënë praktik të respekton gatun, domethënë unë thash, e kam thënë shumë raste që e mbështes, por edhe në këtë rast se ai ka herë edhe kur e mbështet shumë ose kur i rrin shumë si gati nuk e ka me qef. Prandaj po them unë sepse nuk do mundi vulnerabël. Inferior, do mundi inferior dhe nuk është inferior, është shumë net në çdo aspekt. Absolutisht. Ai ka një fatkeqësi. Është i verbër, edhe nuk don që për njerëzit me trajtu ndryshe. Ai s'ka një fatkeqësi, domethënë s'mund ta shuj ai ka një zemër të madhe sepse ka njerëz që është me tamam fatkeqësi, si s'ka një zemër, s'ka një shpirt. Ai me tamam diçka ka i mungan, por ka gjëra të tjera që i rikuperon atë edhe kështu që ai s'ka çik mundi inferior dhe nuk është inferior. Të di mu më pëlqen njerëz shumë, edhe ja uroj fitore.